është një rast tipik për me përmend që atë shembullin që e shpjegove më herët, tash kur i përmende rrudha dhe këto, është ai momenti kur unë mundem me u prek, me thonë, për rrudhat mia, po atë fjalën, sepse njëri kur e ndjen një diçka, edhe nëse s'ka të bëjë me to, e merr e ngarkon veten, dhe shpesh ngarkohemi shumë me fjalë të cilat s'kan të bëjnë me neve. Kjo ke ajo që ka dashur me përçu më herët Antigon, kur tham që shpesh e ndjej më shumë se sa që është. Diçka që shumë të rëndësishme që ndoshta po du me thonë tash është çka do që tjerë të shohin te ose çka do që ata janë të thonë për ty, dijeni sigurt që e kanë me veten në të gjitha rastet dhe asnjëherë nuk ka të bëjë me ty. Gjithçka që unë mendoj për ty është e jamja, nuk është e jotja. Bravo, shumë e mirë kjo. Shumë një prej definicioneve më të mira që po besoj duhet m'ia thon vetes pasqyre çdo ditë, unë po besoj që Elvana jo vetëm si psikologja jote që është Antigona, po e ke punu shumë me veten këta. Po, absolutisht. Po, është shumë e vërtet. Kom ardhur në një pikë që çdo sjellje e tjetrit karshime, kom thënë, okay, nuk më përkufizon mua si person. Është duke përkufizuar atë dhe mentalitetin e tij. Dhe shpesh herë ndoshta ka pas raste që kom ndjekur çardhje për sjelljet e njerëzve karshime ose karshi të tjerëve. Por po them nëse dikur para njohjes me Antigonën ose kur kom qenë shumë më e re, kom hezituar me i mbajtë në vete, me i mbyllë dhe ato ndjenjat e këqija që dikush mi ka dhënë, sot i flas hapur edhe nuk e kam fare problem dikujt me i thonë stop me sjellje të keqe karshime, pavarësisht për çfarë do lloj situate. Prandaj inkurajoj që edhe të tjerët t'i kenë vijat e tyre të kuqe, sepse është shumë e rëndësishme me pas vijat të kuqe në jetë. Domethënë mos me t'u shkel integriteti personal as profesional, pavarësisht nëse përballë e ke një person të rëndësishëm ose thjesht kjo fare s'ka rëndësi, po ripotencoj edhe një herë që në fund të ditës të gjithë jemi njerëz. Dhe nëse ti nuk e vlerëson njerëzillëkun tim brenda për brenda, qasin time, sjelljen time, faleminderit, mos ma vlerëso as pozitën e as punën cilën e kam. Prandaj duhet kemi kujdes në këtë pikë. Unë jam pak e zhgënjur me faktin që siç e tha edhe Antigona, gjithçka është bërë sipërfaqësore, gjithçka po shkon vetëm drejt dukjes. Gjithmonë kom qenë kundër kësaj. Madje kom dëgjuar një thënie shumë të mirë që thotë në një botë plot me Kardashians preferoj të jem Lady Diana. Kështu që i bie krejt e kundërt me atë trendin që po ndodh aktualisht në Kosovë, edhe prandaj po mundona edhe unë me mbajt atë mos me qenë në trend edhe me gjërat që fare s'do duaj të ishin trend Kosovë. Të investojmë pak më shumë në brendësinë, të investojmë pak më shumë në mendësi, të jemi më shumë mendje hapur se sa të merremi me gjëra që unë i cilësoj të kota. Kur e përmendi Kardashian, e pash një prezantim të saj me një veshje shumë të çuditshme, që për te asaj maskës, për mu ajo flet shumë, domethënë ndoshta ajo është gjendja cilën po ndjehet edhe si një person publik edhe me krejt atë presionin social për me u dok, qysh doket ajo, ka vendosur që thjesht me mos mu dok më. Domethënë kjo për mua është përfaqësuar shumë mirë një gjendje emocionale që vjen si pasojë e famës dhe këtij presionit për me u dok perfekt.